Po ne kemi fillu gjatë mujt me aktivitete ambientale, edhe këtë vit e kemi shpoll vit ambientit, edhe mbrojtjes pyjeve, të mjedisit, natyrisht, si çdo vit, me qëllimin më të mirë, me rujt ambientin tonë nga ndotja, nga hedhja mbedorinave të ngurta, inerte edhe të ambisërisë, pastrimi tëre, pastrimi mbedorinave ilegale që dorën zamër aty këtu kemi posë, edhe pse kemi bo apel që vërtet të rujmë ambientin, tash kemi menaxhimin e mbedorinave të ambisërisë që ka mundësi vërtet, bojmë zgjidhje alternative përmes kompanisë e cila i menaxhon, edhe të rujmë mjedisin tonë të jashtëzakonshëm, vitin tonë të bukur, për shkak se më gëzoj fakti që ndotja ambientit ishte zjarr në vitin, në komunën tonë. Fol punës mirë, rujtjes ambientit, gjelbrimeve, mbjelljes drojve, ekspozicionit jashtëzakonshëm që na ka fol Zoti, rrafshinur, kodrinur edhe malur që kemi, lumejve hidroekonomisë. Prandaj ne sot natyrisht me një simbolike dhe dhonjë mesazhi, po mbjell me droj, po mbjell me lule, mosa silvikulturore, do të vazhdojmë edhe me Agjencinë Pyjore të Kosovës ku moj takime me sektorin regional, në mënyrë që mosa silvikulturore të kemi edhe në përpyje, sidomos zonat e zhveshura, në mënyrë që vitin çështëm vërtet edhe ta pëllëzojmë, edhe ta rujmë ambientin, edhe ta gjelbrojmë, edhe të mbjellim lule, edhe bim dekorative dhe gjathtëmboj, sepse jo drandafile të tjera, në mënyrë që edhe më shumë vërtet bojmë përparimin, kuptimin e gjelbrimit edhe mosave silvikulturore. Kjo është qëllimi jonë fundamental, edhe vitin sigurisht që do ta shndrojmë me një komunë zvicerane ambientale apo slovene, çfarë ja morëm lakminë, kemi marrë për pora. Atje është ngrit vedia në por, edhe me fshot vetësuese, po i mbolla veprime konkrete, edhe ne po bëjmë veprime konkrete. Shumë shpejt do të fillojmë porkun e madh në vitin 1 hektar shtallatori, i cili do të jetë vërtet një porçë më të mëdha që mund ta kenë komunat përreth. Në regjion mund të themi, për tërë territorin e komunës e pajisur me gjitha parametrat e një porku, ku do të jetë edhe rekreativ, edhe ekoturistik, edhe ambiental, edhe pushim për fëmijët, për nxënësit. Unë sot pesha nuk kam bashkangjitur gjitha raportet, përveç këfurit, policisë, shoqërisë civile, shkollat, qerdhat, edhe jo vetëm këtu. Ne jemi të zhvilluar në për shkolla aktivitete, në për shodna, edhe vjen tepër mirë që i kam përgjigj shodnat, shkollat, qerdhat, gjithë aksionit tonë një mujor, mund të themi, apo një mujve, për pastrimin e ambientit sipas kalendarit dhe planifikimit që kemi bërë bashkë me drejtoritë përkohëse edhe sektorit të ambientit. Thank you.